kemi pozitat jashtëzakonshme. Mastej, është puna e ajrit se diabet për shembull në bjesht jonikut nuk ka. Në janjevër nuk ka. Ndërnis në Alp nuk ka. Domethënë, në ato zona ku nuk rrok mjegulla, ku është oksigjenimi i plot i parametrat e ajrit, aty është diabeti shumë më i përballueshëm. Në zonat urbane, në zonat e nervozës, në nërkesave tjera, ato ajrit ndotur, ujt pa pastre, janë me të vërtet probleme serioze shëndetësore që e mundojnë njerin. Edhe shpeshena për emisione, kër e kom po intervistat e tua, ke thonë një interesante të një Hoxhës, e ke ditë. Pse e përmen shpesh? A e ki po më ne kështu si simpatik a qka? Jo, është realitet, është. Për shembull, ai Hoxhës i ka thonë e ke ditë, ka pas thonë një herë, tha, Nën Tereza është xhenem. O shëra për Shefqet Krasniqin. Po. Edhe kur takuam në iftar, në thirim në njënë ai Lezim Dëstanin, baba në zonësit mirë, miliarder. A guxojmë një dorë të kitjet modhe për Lazimin edhe për Nazifin, në zonësin tarë? Për Nazifin. Dorë të kitjet. Nazifi, kur e urova 47 vjetorin, i thash, mos e rrëtmenen shumë, se ti këtë rezultat, bosh miliarderi shqiptar, nuk e ki as për me e si mësus, as për vetës tonë, po e ki për edukatës tonë familjare. E ka për gjysht. Qaja gjithë shka. Qaja që kjo rrjedh. E këtu, kur Janisi i tha, Mulla Shefqit i tha, pse po kritikon, ta kom dash babën. është jo, s'po të kritikoj ty. Ti e shumë mirë, ka thonë Nën Tereza është xhenem. Të krishtinë thonë Nën Tereza në parajs. Thash tipi mbron programin tonë. Kurani thot, muslimani duhet me qenë në xhenet. A që so muslimani vërtet nuk kanë xhenet. Thash ti shumë mirë e ki. Kja e fundit ka mënit. Ga Hoxh, e kanë tradhtu burrin. E pas ke knoq. E ke ditë, ha? E për Shkurt e Fezën ka thonë që do të me lanë muzikën edhe... E ka pos një deklarat, do të me lanë, tha Shkurt e Feza. Në gjë. Dite ka deka. Njerit pa ka bushëm në ko. E vërtet. Po njerit gjë dikshëm në ko. Qështë e thët Naimi sa bukur. Her me hiri, her pa hiri, 3 herë ndivi gabon me miri. Bravo, dorë të kiti. Ja, se ka që kjo fjallia. Nuk kemi në tjetër. Po kujto që unë s'bëj gabime, veç me fmit për shemull, që i kom traumatizua pa me nushi, se i dojsha unë e dhit, se për krenarja Skënderbeut, po që kë e kam? Pas në harru me qitë? Ja, më se harrato, se kjo fenomenale. Kjo fenomenale, kjo është temeli. Komunumi naturën me mojë gjonë. 6 muaj na kemi mendu se 6 muaj është në Gjergji, është i festë e rëmëve, a 6 muaj është ditëlindja e Gjergj Kastriotit. Si vjetë kanë festu si s'duhet, deri si vjetë shumica nuk e kanë di. Edhe vjetë ka qenë pak. Apo, nuk e di, për vjetë si vjetë e ka marrë pjesë e di. Edhe, une e diksha se jem rritë, kur ne kanë dalë rritë, i moj menë si fmi, i kom një qetë, sa qëfar vajtimi bëshin qetë kur në qetë e dhive, kur metën ato pojatat e thota. Edhe i bleva të dhetën, nisi mu prish puna, desha një falloj sigurie, që siguri një jetë duko. I bleva dhitë, ta shimer shafmit edhe shkojsha me lushin me edhe. Atë nestrit, jo që qënë edhe në tavolinë, në të rejes bukës. Edhe bile vajzë vogël, për grusta, mami, a ka, tha, këtu të na, tha, ka tomël dhije, kumsh dhije, mish dhije, postaja dhije, a ka dhe buk dhije? Tha jo, dhe s'ka buk dhije, e shqyqër zotë. Bravo, i do gjohë, Falem pak ma herët që thoi, kisha o të që foli shqiptarë, nuk e dhja ke pos ras me po që në Kosovë tashmë është hopë edhe kisha o të që foli shqiptare e Kosovës, edhe tashmë e kemi peshkupin tonë? Nuk kam pas rast edhe një dit e kam taku në librari Pahiri, me hirsin e ti, një djallë i ri, shumë i dashtën, shumë i qetë, shumë i urtë, po gjatë unën e cilësin e shkrimtarit, e kam studiu mirë vilajetin e dytë, vilajetin manastirit,
dhe Korçën e ortodoks të Korçës, sidomos për dashurisë në Nolit. Fanoli ka qenë figure jashtëzakonshme. Nuk e din kush vlerën e Fanolit, nuk e di kush. E din sigurisht, e din dhe ma mirë se unë, po prej asaj po do të them si niveli i Miroslav Krlezhës në Kroaci, Esad Mekulit në Kosovë, Fanolit në Shqipëri, është diçka që nuk zëvendësohet. Unë e mora me vetjet kalendarin e shkrimtarëve, e kam veçu atëherë kur kam qenë kryeredaktor i Botës Re në vitet e 70-ta, e kam veçu Fadil Hoxhën edhe Esad Mekulin. Esad Mekuli ka qenë doktor i parazitologjisë. Edhe për mësimeve ti, atëherë, kur kam marrë në punë, në vitin e parë studime, kur kam krymë, kam marrë redaktor në jetërin në revistën letrare, në rëment është doktore veterinari, i parazitologjisë, e punë në revistë letrare, se e ka ditë, Esad Mekuli e ka ditë, Esad Hoxha, Esad Nokshisi, Esad Mekuli, e ka ditë se vetëm arti është ai që e fisnikron jetën e njerit edhe zhvillon një kom. Edhe ai kalendari ka 50 shkrimtarë shqiptarë, shoqata shkrimtarë të atëhershëm, në fakt, ata janë babalart e real të pavarësisë Kosovës. Ajo është gjenerata e artë. A mujna mi po, profesor, a ki që të dikon? Që qëndre puna me këta bukuroshat e... A vit një mojë edhe në qanej, me hop Po bashkë. qysh dush, veç dyqysh për ja bojmë, e dyqysh, kur ja bojmë dyqysh, pa gjithë një zi dhe zbohët. Cila ka merë, Cëla du që ke valionit në sa mangat? fokusohet i abris teme se bile dhe ka njëherë të rritë edhe menën se të ka hije, se ki kushërizje ma lebrin. E arroa e morë dhe se dim. Kjo është kalendari i gazetës Bota Re në vitit 1970. Kusho që këj bukurash? Një gjënë, me abecedë, Abdulaziz Islami, Ali Podrimja, Ali Hurgulica, Ali Asisi, Anton Qeta, Anton Pashko, Azem Shkreli, Besim Bokshi, Becir Mosliu, Daud Demaku, Din Mehmeti, Enver Gjergjeku, Faridin Gunga, Hasan Mekuli, Hasan Hasani, Hivzi Sulemani, Josip Rela i Zarës, këj Mitrovicës, Jakob Ceraja, Jusuf Kelmendi, drejtori i Lindjes, Latif Berisha, këj mrekullushme, më falë, këtu nuk kam mundësi pa unalë. Latif Berisha, ne kërëm pas profesor në fakultet, këta kanë masakru Sërb Mitrovicë,